minuta është ndryshuan thirrjet. Emiliandia nisi një thirrje të vjetër të protestave studentore, kur ne u thoshim politikanëve të korruptuar keni vjedhur miliona. Pero pastaj disa zotri e pastaj Qaniu e korrigjoi duke thënë që ata tashmë vjedhin miliarda. Dhe ata kanë kaluar nga milionat e miliardat sepse ne I kemi toleruar, sepse ne nuk kemi organizuar dhe bashkuar si popull siç duhet, por t'u avën kufirin të thana. Sot, politikanë si Belinda Balluku, Edi Rama, Sali Berisha, Erion Veliaj, nuk duhet ishin pushtet. Sot këta njerëz do duhet ishin burg. Sot këta njerëz do duhet ishin duke shlyer vitin e 10 apo të 15 të dënimit, jo vetëm për korrupsion, jo vetëm për shpërdorim detyre, por për gjitha për tradhti të larta I popullit shqiptar, se kush vjedh një popull, kush vjedh me vite, me dekada një popull, është një lloj si ta ketë tradhtuar atë popull. Ne e kemi thirrur sot këtë protestë që t'i kërkojmë 139 parazitëve brenda këtij institucioni që një ditë ta bëjnë detyrën e tyre. Një ditë justifikojnë 3,5 milionë lekë që populli shqiptar u jep rrok dhe të mbajnë përgjegjësi dhe të votojnë për shkarkimin e Belinda Ballukut dhe Edi Ramës. Këta janë politikanë korruptuar dhe politikanët e korruptuar nuk e kanë vendin ministri, nuk e kanë vendin kryeministri, nuk e kanë vendin në parlament, e kanë vendin vetëm në qelitë e ftohta të burgut. Ne sot protestojmë kundër korrupsionit dhe varfërisë. Ne sot protestojmë në ditë kur buxheti I shtetit për 2026 do votohet për t'i bërë të pasurit edhe më të pasur, për t'i bërë oligarkët të vënë miliardin e radhës, jo në lek, po në euro dhe në dollar. Ne sot protestojmë sepse jemi të vetëdijshëm që korrupsioni vret. Korrupsioni vret spitale, vret për shkak të mungesës së aparaturave dhe të ilaçeve, vret se shumica dërmuese e pacientëve shqiptar nuk kanë para për spitalet private, nuk kanë para për të shkuar jashtë shtetit, për pasojë keq shërbehet e smuren e vdesin spitalet publike të Shqipërisë. Korrupsioni vret sepse nga Shqipëria, më shumë se nga çdo vend tjetër, largohet çdo vit mjek dhe infermier, duke bërë që populli ynë të ketë një nga normat më të ulta në Evropë për numër mjekësh me numër popullsie. Korrupsioni vret në përskela në kantierët e ndërtimit, korrupsioni vret në miniera, aty ku ata që duhet mbikëqyrin respektimin e rregullave të sigurisë në punë, marrin rishfetin apo rrinë dredhin zinxhirit. Korrupsioni vret, mos e harrojmë, vret dhe një rini që gjithjë më shumë fatkeqësisht mjerisht, dhe ky është kop kombëtar, një rini që në përmasa jo të vogla fatkeqësisht, duke I parë të mbyllura shtigjet e punës dhe të shkollës, detyrohet të kriminalizohet. Sa të rinj shqiptar ka lënë kockat në Evropë e në Shqipëri, sepse nuk kanë gjetur shtigje jetese të jetetshme në vendin tonë. Po korrupsioni nuk mjaftohet vetëm me vdekjen. Korrupsioni të lë pa bukë. Pyesni veten tuaj o pensionistë që jeni këtu. Pyesni 720.000 shokët e shoqet tuaja pensionistë që marrin pensione më të ulta se minimumi jetik. Po të mos ishte për solidaritetin familjar, po të mos ishte për paratë e vajzës dhe djalit, sot do të kishim qindra mira pensionistë duke lypur në rrugë. Bravo! Bravo! Korrupsioni lë pa bukë të mjerët e kësaj shoqërie të varfrit të pamundurit, personat me aftësi kufizuara, ata të cilët do duhet përfitoni minimumin jetik, po ajo që marrin është më keq se lëmosha. Sot që flasi maksimumi I mbështetje sociale, I ndihmës ekonomike në Shqipëri për familje është 50.000 lekë të vjetra. Shteti shqiptar sot jeton me 50.000 lekë të vjetra nëse ja del dot. Provojni këta politikanë, provojni këta deputet, provojni këta ministra, të jetojnë me 50.000 lekë një javë, jo më në ditë, e do ta shikoni si çfarë do të bëjnë. Korrupsioni, përveç se vret, përveç se të lë pa bukë, korrupsioni të poshtron. Korrupsioni të poshtron atë vajzën, atë djalin e ri,
nxënës apo student që studion, mëson dhe e di që vendin e punës do ta marrë një ignorant, do ta marrë një servil, do ta marrë një patronazhist, do ta marrë një hajdut votash, do ta marrë një plerës votash. Nuk ka gjë më poshtruese se të studiosh me vite tëra, me dekada tëra dhe të shohësh që nuk çan dot përpara. Korrupsioni poshtron punëtorin që punon 6 jetor në javë në të zezë, shumicë e rasteve, nuk ka asnjë javë pushim në vit dhe në vend që të marrë atë që meriton, në vend të gëzoj të drejtat e veta, duhet jetoj me frikë çdo ditë. Korrupsioni poshtron në punësin e thjeshtë dhe të ndershëm, poshtron mësuesin që në vend dal ballhapët përpara nxënësve të vet, do duhet të shkoj i kërcënuar në mitingjet e partisë pushtet, do duhet siguroj votat e kushurive për Edi Ramën, Belinda Ballukun e gjithë maskarejt e tranzicionit shqiptar, sepse për ndryshe këta maskarejt nuk qëndrojnë dot një ditë më shumë në pushtet. Vdek Edi Rama! Vdek! Korrupsioni të merr tokën, korrupsioni të merr ujin, korrupsioni të merr dhe diellin. Ju e dini shumë mirë me ligjin e investitorëve strategjik. Qeveria shqiptare u ka marrë tokën sa e sa bujqve fshatarve, sidomos në Bregdet, u a jep oligarkëve që ndërtojnë resorte turistike, u merr ujin fshatarve nga Mirdita, Martaneshi, Vlora, u astan purimet ujore më keq se Kuçetra në Pralla. Korrupsioni të merr diellin dhe kjo nuk është shaka. Unë jam lindur në këtë lagje, jam rritur në këtë lagje. Unë e di se aty ku ka ndërtuar Shefqet Kastrati kullën e tij, aty ka qenë një park lodrash për fëmijë, aty banorët e pallateve më pas shihnin diellin që u rrihte dritaret e tashmë jetojnë në hijen e kullës. Korrupsioni, këta politikanë korruptuar dhe oligarkët bashkë me ta, po na marrin gjithçka. Por ne si popull, ne si shoqëri, kemi jo vetëm të drejtën, po mbi gjitha kemi detyrën historike të ngrihemi në këmbë për ta bërë këtë gjë. Duhet kemi më shumë besim tek vetja, duhet kemi më shumë besim tek njëri tjetri dhe ju garantoj, nuk ka fuqi më të madhe në histori se sa një popull që ngrihet në këmbë dhe një ide e madhe që e çon përpara. Faleminderit.